Alma është një prej protestuesve që këtë të njëjtë ju bashkua thirrjes kundër helmimit të kafshëve. Ajo marshoi së bashku me 10 vullnetarë dhe dashamirës, pasi që nushja e saj u helmua nga persona ende të pa identifikuar në kryeqytet. Në atë moment, Picasso më doli jashtë kontrolli dhe shkoi ka ngrënë diçka duke nuhatur. Me dridhje trupi dhe shkum nga goja, pas 5 minutash Picasso ka pësuar një arrest kardiak. Unë i bëj thirrje edhe njerëzve të thjesht, që në qoftë se Picassin, ndonjë person që mund t'i vejë ndonjë helm, të lutem, largoheni menjëherë. Vullnetarët theksojnë se kjo situatë vijon prej vitesh dhe kërkojnë kontroll të rreptë nga institucionet. Besoj se shteti duhet japi pak zë, duhet japi pak mbrojtje dhe jo të dali një përfaqësuese e shtetit që është vënë në atë pozicion për të mbrojtur kafshët dhe të ka krijuar një institucion për marrjen nën kujdes të atyre kafshëve të veprojë kundër. Helmimi i kafshëve po ndot pa kriter, shitja e helmeve po ndot pa kriter dhe të vendosi ligje, sanksione për këta që bëjnë këto veprime. Dhe ata që duhet të jenë në krye të këtyre mbrojtjes së kafshëve duhet të jenë persona që vërtet i duan kafshët dhe persona që gjapo merren 24 orë me këtë. Në lidhje me rastin e publikuar në rrjetet sociale për helmimin e qenve, personat e dyshuar aktualisht janë pezulluar nga puna në Bashkinë e Tiranës. Kemi marrë të gjitha masat sa po morëm djeni për video dhe kemi pezulluar të 3 punojësit që shfaqeshin në video. Tashmë ekziston edhe një kallëzim penal dhe çdo gjë do ja lëm prokurorisë bëj hetimet e saj. Nga ana tjetër, vullnetarët e konsiderojnë këtë reagim të pamjaftueshëm, duke kërkuar marrjen e masave konkrete dhe dënim me burg për autorët e këtij rasti, por edhe shumë të tjerëve.